Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizioni, ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 1 qershor dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Një qershor. Ngjarje 1485. Matias Cordinus nga Hungaria rrëmben Vjenën nga Frederiku III. 1533. Anne Boleyn kurorzohet mbretëresha angleze. 1792. Kentucky bëhet shteti 15 i Shteteve të Bashkuara. 1796. Tennessee bëhet shteti 16 i Shteteve të Bashkuara. 1812. Lufta e vitit 1812. Presidenti i Shteteve të Bashkuara James Madison kërkon nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara që t'i shpallë luftë Britanisë së Madhe. 1959. Hapet Instituti Albanologjik në Prishtinë. Lindje 1265. Lindi Dante Alighieri, shkrimtar nga Firenca. 1839. Lindi Abdul Frashëri, politikan, adhetar shqiptar. 1850. Lindi Sami Frashëri, dietar, studiues, shkrimtar e publicist shqiptar. 1926. Lindi Andy Griffith, aktor amerikan. 1926. Lindi Marilyn Monroe, aktore amerikane. 1936. Lindi Bekim Femiu, aktor i madh shqiptar. 1937. Lindi Morgan Freeman. Vdekje 1868. Vdik James Buchanan, presidenti 15 i SBA-s. 1952. Vdik John Dewey, filozof, psikolog dhe reformator amerikan. 1999. Vdik Avdi Gjaqku nga Pashtriku, dëshmor i kombit. 2005. Vdik George Mikan, basketbollist amerikan. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare e fëmijëve. Për sot kemi përgatitur biografinë e Ferdinand Magellan, i cili ishte një eksplorues detar portugez. Për më tepër, ju të ndiqni materialin e përgatitur. Ferdinand Magellani lindi më 1480 Sabrosa, Portugali. Vdik më 27 prill 1521 Mactan, Filipine. Ishte një eksplorues detar portugez që shërbente në mbretërinë spanjolle. Flota e drejtuar nga Magellani arriti të lundronte rreth tokës. Ky lundrim nisi më 10 gusht 1519 dhe përfundoi më 6 shtator 1522. Nga 234 ushtarë dhe detar që përbënin flotën prej 5 anijesh, në fillimet e lundrimit u kthyen vetëm 36 veta me 2 anije. Magellani ishte i pari që nis nga Europa ka perëndimi në drejtim të Azisë dhe i pari europian që lundroi në Oqeanin Paqësor. Ferdinand Magellani, pikpamjet e veta i paraqiti mbretit të Portugalisë Manuelit, por ai nuk tregoi kurfar interesimi për përgatitjen e ekspeditës së lundrimit rreth e përqark botës. Prandaj Magellani u detyrua të lëshojë Portugalinë shpërngulet në Spanjë dhe të njëjtin plan i paraqiti mbretit të Spanjës. Oborri mbretëror spanjoll e pranoi planin e Magellanit. Ai me 5 anije dhe 265 antar të ekupazhit, më 20 shtator 1519 niset prej limanit San Lucar në kryqderdhjen e lumit Guadalquivir, nga perëndimi në drejtim të Amerikës Jugore. Flota Magellanit së pari arriti në ishujt Kanaria, pastaj u drejtua nga jug-perëndimi dhe arriti në buzdetin e Brazilit. Në muaj janar, ekspedita hyri në gjirin e Rio de Janeiros dhe duke menduar se kanë arritur në kryqderdhjen e gjerë të ndonjë lumi, këtë vend e pakëzuan me emrin Rio de Janeiro, që do të thotë lumi i janarit. Antarët e ekupazhit dimri zuri pranë bregdetit të Patagonisë, prandaj u detyruan që
deri tek arkipelagu i Marianëve, pastaj deri tek kujdesat filipine, ku Magellani me 27 prill të vitit 1521 ka vdekur në luftë me popullsinë autoktone. Pastaj ekspedita në udhëheqjen e Sebastian Elcanos vazhdoi lundrimin në Oqeanin Indian nëpërmjet kepit të shpresës së mirë dhe prap hyri në ujërat e Oqeanit Atlantik. Pas lundrimit të mundimshëm, 3 vjeçar, vetëm me anijen Victoria me 18 anëtar të ekuipazhit të mbetur gjallë, me 6 shtator të vitit 1522 hyri në limanin San Lucar. Me këtë përfundoi lundrimi i parë rreth tokës, me anë të cilit është dëshmuar se toka është sferike dhe qëndron pezull në gjithësi. Me këtë lundrim definitivisht bëhet e qartë se detet dhe oqeanet përfshin një sipërfaqe shumë të madhe të tokës, dhe në oqeanet ndërmjet vetit janë të lidhura dhe formojnë detin botëror të unisuar. Të gjitha këto zbulime nga ana e spanjollëve dhe portugezëve kanë kontribuar në zhvillimin e shpejtuar të tregtisë, detarisë dhe të ekonomisë në përgjithësi, e bashkë me këtë edhe në lidhjen e marrëdhënieve të reja shoqërore politike, përkatësisht në lindjen e kapitalizmit. Tani do të flasim rreth klubit të futbollit të Besës së Kavajës, i cila është një klub që ka pasur një histori mjaft të madhe. Gjithashtu do flasim dhe për futbollistët të cilët kanë qenë legjendar në disa ndeshje dhe kanë pasur një sukses mjaft të madh. Kavaja dhe futbolli janë një binom në një traditë të hershme, të nisur 96 vite më parë. Besa e Kavajës në historinë e saj ka përpjekjet e vërteta të dhjetra e qindra futbollistëve, të cilët kanë veshur fanellën e saj, por dhe kanë mbrojtur me dignitet ngjyrat e skuadrës së tyre. Skuadra Besës është përfaqësuese e një gjenerate të artë që është skalitur në kujtesën e sportdashëve. Ajo do të kujtohet dhe si e para skuadër që aplikoi me sukses offside artificial si pjesë e taktikës së saj. Për futbollin shqiptar, një taktikë e tillë në mbrojtje ishte një surprizë që skuadra e Besës e praktikoi për 5 sezone të tëra, duke të orientuar vazhdimisht kundërshtarët. Skuadra Besa në historikun e saj ka 26 mjeshtër sporti, 11 mjeshtër të merituar sporti, 10 qytetar nderi, të cilët janë vlerësuar si krenaria e qytetit dhe 11 lojtar që janë vlerësuar me titullin Mirënjohje e qytetit. Sporti në Kavaj ka nevojë të vlerësojë historinë e tij të lavdishme dhe të jetë krenar për të, në mënyrë që Besa të kthehet më e fuqishme në arenën e futbollit. Disa nga futbollistët të cilët duhen vlerësuar për punën e tyre të palodhur dhe të merituar janë Alush Merhori, i cili është një nga mjeshtrat e futbollit të Kavajës dhe antar i një familje me tradita të mëdha që kanë nxjerrë plot një skuadër me 11 futbollistë. Me një karrierë të gjatë si futbollist dhe trajner, ai ka fituar 3 herë titullin kampion dhe 2 herë atë të Kupës së Shqipërisë me Partizanin. Si futbollist i nivelit të parë, ai dha shembullin për rritjen e nivelit, cilësisë dhe rezultateve të Besës. Pa diskutim që një nga yjet e futbollit të Kavajës, por edhe ati kombëtar, është mesfushore me një teknikë brillante, Muharrem Kariqi. Kariqi ka qenë një regjisor i shkëlqyer i lojës, një sulmues teknik dhe inteligjent, një mjeshtër në shënimin e golave të bukur, një futbollist që të gjithë admironin për talentin e tij të jashtëzakonshëm dhe për personalitetin e tij të padiskutuar në fushën e blertë. Një tjetër futbollist i cili ka dhënë një kontribut mjaft të madh është Naim Allaj, i cili ka qenë një qendërmbrojtës i fuqishëm dhe i pathyeshëm nga kundërshtarët. Një futbollist me një regjim sportiv shembullor, lojtar i sakrificave të mëdha dhe pafund, dhe një sportist i disiplinuar dhe i përkushtuar për ekipin. Me lojën e tij, ai fitoi jo vetëm simpatinë e tifozëve të Kavajës, por tanë e mban Shqipërisë. Një emër i madh i futbollit të Kavajës, por edhe ati kombëtar, është futbollisti legjendar i gjithanshmi Dashnor Bayaziti, i cili ka një karrierë të mrekullueshme dhe meritat e tij në futboll janë historike. Si lojtar i Besës, është shpallur 3 herë fitues i Këpucës së Artë dhe ka qenë golashënuesi më i mirë për 3 sezone sportive të kampionatit kombëtar. Bayaziti ka fituar me kombëtarin Shpresa titullin kampion i Ballkanit. Një tjetër futbollist i spikatur është dhe Aldin Rakli, qendërsyes
turnues dhe gola shënues si kombëtare son dhe futbollit ton. Një nga më të spikaturit në historinë e futbollit të Kavajës dhe Shqipërisë. Është një nga futbollistët e parë që në vitet e tranzicionit të demokracisë luajti në Perëndim me shumë sukses dhe me skuadra shumë të njohura në Gjermani. Rakthi mbajt mend për shpejtësinë e tij, për cilësitë e larta teknike, për befasinë e tij në goditje, por mbi të gjitha, për intuitën e shkëlqyer para portës. Golashënues dhe titullari pa diskutueshëm i ekipit kombëtar. Rakthin gjithashtu e njohim edhe si trajnerin e parë të ekipit kombëtar për femrat të Shqipërisë, duke u përpjekur për t'i frymëzuar dhe në këtë risi të futbollit. Këta futbollistë gjithashtu janë vlerësuar dhe nga Ilir Meta në kohën kur ishte president me anë të një ceremonie solemne me mjaft tituj të rëndësishëm. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për kujtesën e elefantëve. Elefantët janë të njohur për kujtesën e tyre të jashtëzakonshme, e cila është një nga më të zhvilluarat në mbretërinë e kafshëve. Ja disa informacione më të detajuara mbi kujtesën e tyre. Struktura e trurit. Elefantët kanë tru të mëdhenj me një peshë prej rreth 5 kg-sh, që është një nga më të mëdhenjt ndër kafshët toksore. Truri i tyre ka një strukturë të zhvilluar të hipokampusit, që është përgjegjës për kujtesën afatgjat. Kujtesa afatgjat. Elefantët mund të mbajnë mend vendodhjet e burimeve të ujit dhe vendet e tjera të rëndësishme për dekada. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në habitatet kur uji mund të jetë kufjezuar në periudhat e thatësirës, janë të zakonshme. Njohja sociale. Elefantët kanë aftësinë të mbajnë mend fytyrat dhe zërat e individëve të tjerë në tufën e tyre. Ata janë në gjendje të kujtojnë miq dhe armiq për vite me radhë, madje edhe pas ndarjeve të gjata. Aftësia për të kujtuar ngjarje traumatike. Elefantët mund të mbajnë mend ngjarje traumatike dhe të rrezikshme, duke u treguar të kujdesshëm ndaj vendeve ose situatave të ngjashme. Kjo i ndihmon ata të shmangin rreziqet e mundshme. Zonat familjare dhe rrugët migratore. Matriarkat, femrat udhëheqëse të tufës, përdorin kujtesën e tyre të fuqishme për të drejtuar grupin nëpër zona të mëdha gjeografike gjatë migrimeve sezonale, duke kujtuar rrugët më të sigurta dhe të pasura me ushqim dhe ujë. Kujtesa emocionale. Elefantët janë të njohur për ndjeshmërinë dhe aftësinë e tyre për të mbajtur mend dhe përjetuar emocione të forta, si pikëllimi për vdekjen e anëtarit të tufës. Ata shpesh vizitojnë dhe përshëndesin eshtrat e elefantëve të vdekur, që tregon një kujtesë dhe lidhje emocionale të fortë. Përshtatje dhe mbijetesa. Kujtesa e tyre e fortë ndihmon elefantët të përshtaten me ndryshime të mjedis, duke u siguruar që të mbijetojnë në kushte të vështira dhe të ndjekin modelet e migrimit, të cilat kanë qenë efektive për breza të tërë. Studimet shkencore mbi sjelljen dhe trurin e elefantëve vazhdojnë të zbulohen, duke ofruar një kuptim më të thellë të kapaciteteve të tyre të jashtëzakonshme mendore dhe emocionale. Kujtesa e fuqishme e elefantëve është një faktor kyç në mbijetesën dhe suksesin e tyre si specie. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të kumbullave jeshile. Kumbullat jeshile janë të pasura me vitaminë C dhe përmbajnë shumë fibra. Ato janë një produkt natyral i papërpunuar i pemës së kumbullës. Ato përmbajnë riboflavin dhe vitamina të tjera B, gjithashtu dhe pak kalium, i cili është mjaft i rëndësishëm për shëndetin e zemrës. Përfitimet e kumbullës jeshile përfshin përmirësimin e shikimit, rritjen e rezistencës ndaj sëmundjeve të syve, trajtimin e diabetit, uljen e kolesterolit, ndihmon në uljen e peshës dhe redukton hipertensionin dhe presionin e lartë të gjakut. Kumbulla jeshile mund të ulë rrezikun e kancerit dhe gjithashtu mund të ndihmojë në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme të lëkurës dhe të flokëve. Ato janë të shëndetshme sepse mund të ndihmojnë në përmirësimin e sistemit të përgjithshëm imunitar. Ato kanë veti antioksiduese që mund të ndihmojnë në riparimin e qelizave dhe kockave të dëmtuara. Gjithashtu përmbajnë antioksidant që mund të mbrojnë trupin nga radikalet e lira dhe toksinat potencialisht të dëmshme. Kumbullat janë një përforcues i fuqishëm natyror i imunitetit, si dhe forcojnë të gjitha organet e trupit tuaj. Përbërësit e tyre janë tërësisht natyral dhe janë të njohur për vetit kundra mykut. Kumbullat janë të pasura me komponime antifugale, antibakteriale dhe antivirale. Ato gjithashtu mund të rrisin energjinë dhe të bëjnë sistemin imunitar më të fortë. Kockat tona kanë tendencë të bëhen më të dobta dhe më të holla
fillimisht të mira në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, pasi përmbajnë niacin, e cila është një hormon që ndihmon tretjen. Niacina stimulon trupin tuaj të metabolizojë glukozën dhe ta shndrojë atë në energji, gjë që ju bën të ndjeheni të ngopur për më gjatë. Marrja e rregullt e kumbullave shile gjithashtu ju ndihmon. Territori shqiptar për datën 1 qershor 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites në disa zona malore priten vranësira kalimtare. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me mod të ngrohtë dhe në relievet lindore mund të ketë zhvillime të përkohshme të vranësirave pareshje domethënëse. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:08 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:07 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 33 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 30 gradë Celsius. Peshkopi, 15 deri në 29 gradë. Tiranë, 17 deri në 31 gradë Celsius. Durrës, 20 deri në 30 gradë. Kavaj, 19 deri në 30 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 32 gradë Celsius. Berat, 19 deri në 33 gradë. Korç, 13 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 29 gradë Celsius. Sarand, 19 deri në 30 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 1 qershor 2026 do të karakterizohet nga mod relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa në disa zona priten rreshje të dobta afatshkurtra gjatë pasdites. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të vranësirave dhe rreshje lokale në disa rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:04 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 13 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 28 gradë. Pej, 14 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 28 gradë. Gjakov, 15 deri në 29 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 29 gradë. Gjilan, 12 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 29 gradë. Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme, bashkë të rishimi sërish në emisionin e ardhshëm. Për më tepër ju të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rrjetet më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.